Mirëmëngjesi edhe përshëndetje. Herët fare sot do përshtetemi nga paragjykatës lartë. Për shkak të punës, sot do komunikojmë herët. Do komunikojmë herët dhe sot bëhen plot 5 ditë, 5 ditë, një dore plot, që nga nesër e tuqe, fillojmë dhe i numërojmë 2 ditët me të dyja duar. Do më thënë, vendimi i gjykatës e lartë në ka rënë në dorë 5 ditë përpara dhe akoma nuk ka shkuar në gjykatën kushtetuese. Ditë për ditë, Fredi Beleri flet për Vori e Pirin. Ditë për ditë, Fredi Beleri thotë që qamëria, shqiptarët e qamërisë janë dëbuar se kanë qenë me bashkëpunëtorët e fashizmit dhe të nazizmit. Ditë për ditë, ky Beleri të mërshëm, që ne, vendimi i Belerit është ai, dosja Beleri, thot të 99.000 të zezat, thot edhe atë tjetrën që shqiptarët, do të thënë masakra që janë kryer ndaj shqiptarëve në vitin 1914 ka qenë çështje digniteti. Të gjitha këto dhe të tjera plot si këto, i thot në emër të Parlamentit Evropian, sepse Parlamenti Evropian po hesht. Evropa po hesht ndaj këtyre makabriteteve që bën Fredi Beleri. Sot bëhen plot 5 ditë që kemi vendimin dhe akoma s'ka kaluar nga gjykata e lartë që e ka mund këtu, këta e njerëz të ulët, po i them gjykata e lartë sa për të thënë, që e ka lënë në fuqi vendimin e gjykatës për ta mbyllur dosjen e Beshkëpisë dhe ne duhet të luftojmë për ta çuar me çdo kusht në gjykatën kushtetuese. Prandaj kem ngulim, sot jam duke komunikuar herët, pas bardhur mirë, sepse kam dorëvetë të puna, se me punën mbahemi, me atë hall mbahemi aq se mundemi, por asnjë minutë, asnjë sekond nuk e kemi lënë, as nuk e harrojmë. Ditë për ditë, do ju shkruaj me emrat të gjithëve ju që ju kam thënë më përpara. Ditë për ditë duhet të bëjmë presion mbi ta, sepse kjo qeveri që është heshtë dhe në mënyrë të heshtur e ka mbrojtur në heshtje, se heshtja e mbron Fredi Belerin. Kurse qeveritë që vinë, në qoftë se vinë, Sali Berisha apo Adriati Klapaj, ata janë pro Belerit me të gjitha forcat. Kështu që ne nuk kemi ç'ti bëjmë, sepse në qoftë se vendimet nesër pas nesër bien në dorë të Sali Berishës, të Ilir Metës dhe të Adriati Klapajt, atëherë Fredi Beleri e ka amnistin në dorë. Jo të ketë vrarë 2, po edhe 200 apo 2000 shqiptarë. Jo të ketë kërkuar detin që e ka marrë, ka të marrë, jo të ketë kërkuar tokën që e ka të marrë, gjithçka që të kërkojë ti ja japin, sepse është duke ju dhënë pushtet në qoftë se ju jep pushtet. Do të ngulin deri në fund, derisa vendimi të shkojë të paktën në gjykatën kushtetuese dhe në Strasburg. Unë ju përshëndes dhe gjithë të mirat.